Përshëndetje dhe dashur nxënës. Unë jam Adisa Rexhepi, studente në Fakultetin Pedagogjik pranë Universitetin e Tetovës. Sot, së bashku me mua, do të zhvillojmë njësi mësimore nga lënda gjuhës shqipe. Njësia mësimore është dallojmë numrin e emrit. Qëllimet e orës mësimore janë: të aftësoheni për të dalluar numrin e emrit, të jeni në gjendje të dalloni se cilat emra janë në numrin njëjës e cilat në numrin shumës, të dalloni numrin njëjës nga numri shumës. Po në fillim të rikujtojmë atë se çka kemi mësuar më parë. Se çka është emri? Emri është fjalë apo një grup fjalësh me të cilat emërtojmë njerëz, kafshë, sende, dukuri, një vend e të tjerë. Njerëz, mësuesja, shokët, babai e të tjerë. Kafshë, ariu, luani, macja. Sende, libri, goma, fletorja. Vende, shtëpi, shkollë, klasë e të tjerë. Emrat kanë edhe gjinin, gjinin mashkullore dhe gjinin femërore. Emrat e gjinisë mashkullore marrin baresën i dhe u, për shembull, Luani, Miku, ndërsa emrat e gjinisë femërore marrin baresën a, për shembull, Nëna, Shporta. Emrat në gjuhën shqipe kanë dy numra, numrin njëjës dhe numrin shumës. Emrat në numrin njëjës janë emrat të cilat tregojnë vetëm një gjë, një send, një kafshë apo një njeri. Emrat në numrin shumës janë emrat që tregojnë shumë gjëra, shumë kafshë apo shumë njerëz. Në ekran e keni të paraqitura disa fotografi. Në fotografinë e parë shohim një lule apo lulja. Në fotografinë e dytë një shtëpi apo shtëpia. Në fotografinë e tretë një zog apo zogu. Pra këto janë emra në numrin njëjës, e cilën përdoret atëherë kur kemi të tregojmë një send, një objekt. Pashtu kemi të paraqitura edhe disa fotografi të tjera. Disa apo shumë lapsa. Disa apo shumë libra. Disa apo shumë bletë. Pra këto janë emra në numrin shumës. Përdoren atëherë kur kemi të tregojmë disa apo shumë sende, objekte, vende e të tjerë. Pashtu nxënës duhet të keni kujdes, se jo të gjithë emrat nga numri njëjës në numrin shumës ndryshojnë. Si për shembull, nxënësi shkruan në fletore, nxënësi shkruajnë në fletore. Kujdes, edhe në njëjës, edhe në shumës fjala fletore është njësoj, por jo të gjithë fjalët. Tani do të vazhdojmë ushtrimin e parë, i cili thotë: vendosni në bashkësi këto emra: një libër, disa flamuj, shumë klasa, një lumë, një vajzë, shumë lepuj, disa topa, një dru, disa nxënës, një marë. Një libër është emër në numrin njëjës apo emër në numrin shumës, nxënës? Një libër është emër në numrin njëjës, po disa flamuj është emër në numrin shumës. Po shumë klasa është emër në numrin shumës. Një lumë është emër në numrin njëjës. Një vajzë është emër në numrin njëjës. Shumë lepuj është emër në numrin shumës. Disa topa është emër në numrin shumës. Një dru është emër në numrin njëjës. Disa nxënës është emër në numrin shumës. Një mal është emër në numrin njëjës. Ushtrimi i radhës thotë: në tekstin e dhënë nënvizoni emra në numrin njëjës. Mbi të gjitha, qyteti im është i vogël, ka vetëm një rrugë kryesore. Në njërin anë ndodhet stacioni hekurullor në të cilin ndalojnë të gjithë trenat. Pas stacionit është një market e një bibliotekë. Mbi të gjitha, qyteti im është i vogël. Qyteti është emër në numrin njëjës. Ka vetëm një rrugë kryesore. Një rrugë është emër në numrin njëjës.
Në njërin anën ndodhet stacioni hekurudhor në të cilin dalojnë të gjithë trenat. Stacioni është emër në numrin njëjës, hekurudhor është emër në numrin njëjës. Po ashtu nxënës duhet të keni kujdes, se edhe fjala trenat është emër, por është emër në numrin shumës. Pas stacionit është një market e një bibliotek. Stacionit është emër në numrin njëjës, një market është emër në numrin njëjës, një bibliotek po ashtu është emër në numrin njëjës. Ushtrimi I radhës tot. Ktheni në numrin shumës fjalitë. Beni shkoj në shitore për të blerë një laps. Beni shkoj në shitore për të blerë disa lapsa. Një qytet ishte shumë I bukur. Disa qytete ishin shumë të bukura. Një zog fluturoi lart në qiell. Disa zogj fluturuan lart në qiell. Ushtrimi I radhës tot. Lidhni këto emrat e numrit njëjës me emrat e numrit shumës. Mall, dash, yll, I madh, uje, plak, natë. Mall në numrin shumës bëhet mallra. Dash në numrin shumës bëhet desh. Yll në numrin shumës bëhet yje. I madh në numrin shumës bëhet të mëdhenj. Uja në numrin shumës bëhet ujra. Plak në numrin shumës bëhet pleq. Natë në numrin shumës bëhet net. Dhe kështu nxënës ngadalë erdhën fundit, ku kemi edhe detyra shtëpie. Detyra e parë thotë: fjalët e dhëna në numrin njëjës shndronin në numrin shumës. Vit, telefon, bretkocë, vëlla, lume, klasë, vajzë. Detyra e dytë thotë: shkruani 5 fjali në numrin njëjës, pastaj ato shndronin në numrin shumës. Ju faleminderit për vëmendjen dhe u dëshiroj mësim të mbarë. Mirupafshim!